Ndalemi tani tek zhvillimet e fundit në Kosovë, ku siç njoftuan pak më parë, drejtues të bllokut opozitar kanë kundërshtuar shtyrjen e seancës së parlamentit të parashikuar për sot dhe kanë njoftuar se do të mbledhin firma në mënyrë që seanca të zhvillohet javën e ardhshme. Nga ana e saj, Partia Demokratike thotë se baza për tejkalimin e gjendjes është respektimi i vullnetit popullit dhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, edhe sot ka vazhduar diskutimet me partitë politike në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga situata e krijuar në vend. Përfaqësuesit e partive politike përsëritën qëndrime të njëjta që ka bërë vendi që të jetë pa institucione që nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 8 qershorit. Diskutimet e presidentes me partitë politike pasuan vendimin e kryesuesës së parlamentit Flora Brovina për shtyrjen e seancës së parlamentit e paraparë për sot për, siç ka thënë, synimin për krijimin e hapësirës për një marrëveshje ndërmjet partive politike për formimin e institucioneve të reja. Por drejtuesit e lidhjes demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën dhe të lëvizjes vetëvendosje, më herët gjatë ditës e kanë kundërshtuar këtë vendim që sipas tyre ishte i njëanshëm dhe i papranueshëm. Deputetët e këtyre partive politike u mbledhën sot në sallën e parlamentit për, siç u tha, shprehjen e pakënaqësisë me vendimin e kryesuesës për shtyrjen e seancës së parlamentit. Ata thanë se kanë filluar mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për të thirrur seancën e parlamentit për javën e ardhshme. Është një sjellje totalisht e papranueshme për sistemin tonë demokratik, cilin po ndërtojmë Kosovë, për sistemin parlamentar. Dhe konsiderojmë se është një abuzim i rëndë me vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse asken ky vendim dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk e ka autorizuar që të veprojë në mënyrë të tillë. Ne jemi zotuar sot që të vazhdojmë me punën tonë të përbashkët, që qëndrimin tonë të përbashkët ta bëjmë bashkëveprim dhe rrjedhimisht në javën e ardhshme jemi ne ata të cilët bashkërisht si përfaqësues të popullit të Kosovës të dalur nga zgjedhjet demokratike, do të vazhdojmë me punën në institucionet tona dhe kësaj në javën e ardhshme do ta kemi gjithashtu seancën e radhës në përpjekjet tona edhe të vazhdueshme edhe të pandalshme. Ne sot i themi qytetarëve të vendit, i themi kolegëve të gjitha partive politike, i themi partnerëve nga komunitetet etnike se janë vendosur për një ndryshim plot në vend. Edhe ky ndryshim do të ndodhë se është vullneti i shumicës qytetarëve. Është vullneti i shumicës atyre që kanë votuar, është vullneti i juaj. Dhe kjo po kthehet në praktikë në shkeljen dhe shtyrjen e seancave në mënyrë të padijshme. Ne duhet të ftojmë të gjitha aktorët, edhe atyre që të cilët rastësisht kushtetuta, rregullat e këtij vendi kanë dhënë kryesimin e seancës që të respektojë procedurat. Dhe mos predikoj rezultate, mos predikoj objektiva, sepse ata kanë vetëm një detyrë të orientojnë, drejtojnë seancën derisa vendi e parlamentit ketë institucionet e veta. Por Partia Demokratike e Kosovës u ka bërë thirrje partive opozitare për bashkëpunim, ndërsa ka thënë se veprimet e sotshme në parlament janë të ngutshme. Drejtuesit e kësaj partie thonë se baza për tejkalimin e këtij ngërçi është respektimi i vullnetit të popullit dhe i vendimit të gjykatës kushtetuese. Presidentja Jajaga ka thënë se takimet me partitë politike synojnë lehtësimin e gjetjes së një zgjidhjeje, ndërsa u takon deputetëve të gjejnë atë zgjidhje në pajtim me Kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Përpjekjet e presidentës Jajaga janë mbështetur edhe nga diplomatët perëndimor në Prishtinë, të cilët thanë se nuk do të ndërhyjnë në proces, por e kanë siguruar presidentën Jajaga se do të përkrajnë çdo nismë të saj për tejkalimin e situatës dhe shmangjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.